850 hektar të mbjella me shalqi në Divjak kanë hyrë në fazën e pjekjes masive, çka ka shtuar ndjeshëm ofertën në tregjet lokale. Kjo ka sjellë rënien e menjëhershme të çmimeve. Aktualisht, në tregun e shumicës në Divjak, shalqini shitet nga 7 deri në 10 lekë për kilogram sipas cilësisë. Temperaturat e larta dhe mungesa e kërkesës kanë krijuar teprica të mëdha në fushë. Ditën e tretë dal tuari. Ditën e tretë, edhe ja shalqini i lartë është. Çmimi shumë mirë fare, ku të shkojmë me 100 lekë, me 90 lekë, me 80 lekë. Po si do me provi? Po si do me provi, do ta kap shalqinë, do ta hes kanal. Fermerët thonë se prej ditës shkojnë në treg, por pa arritur të shesin prodhimin e tyre, ndërsa një pjesë e shalqinit rrezikon të kalbet. S'kemi interes fare për çfarë bëjmë. I bëjmë me borxh, marr borxh tek firmat edhe e laj kush është prodhimin. Kështu që jemi maruar, me thonë drejtën, mos I bëjmë qevi vetes. Sa ditë keni këtu në treg dhe E treta sot me këtë. Kam qit një 20 kujtal, kam dhe një 70 kujtal. Qa interesin e nuk gjemë lek tona me këto. A vajtë zero fare. U s'ka stregnë, s'ka stërheqjas. Pika këtu është nuk po merë. Mbi 34 pika grumbullimi në zonë po operojnë me kapacitete maksimale, ndërsa disa prej tyre kanë pezulluar aktivitetin. Sipas fermerëve, edhe eksporti nuk po arrin të thithë sasinë e prodhimit vendas, pasi tregjet jashtë vendit ofrojnë çmime më konkurruese. Situata pritet të rëndohet edhe më tej, pasi në treg po dalin edhe prodhimet nga zonat e Imshtës dhe Tërbufit, duke të mbushur tregun me shalqi.